Në Bibël tregohet që Pietri e ndoqi Krishtin, pasi Krishti i tha atij dhe Andreas, ejani, dhe Andrea i tregoi, i tha ejani se do të bëjmë peshkatar. Por çfarë ndodhi më pas me Pietrin? Atë ditë, Bibla tregon, Jezusi shkoi tek shtëpia e Pietrit dhe vjera e tij ishte smur, dhe Krishti e preku dhe ajo u ngrit dhe u shërbeu të gjithëve. Por të nesmen, kur Krishti del të mësoj njerëzit, ne shohim Pietrin që gjatë natës kishte dalë, ishte kthyer prapë në profesion e vet. Edhe pse kishte dëgjuar nga Perëndia, eja dhe unë do të bëj peshkatar njerëzish, ne shikojmë Pietrin i cili kthehet për të peshkuar. Edhe tek Luka 5:1 deri në 8, nuk do ta lexojmë të gjithë, është mrekullia e kapjes së mrekullueshme. Dhe Pietri, pasi Krishti i hipën në barkën e tij dhe dëgjon mësimin kur i thotë që shkoni në të thella, dhe ishte mezi ditës. Në mesditë dhe është e vështirë për peshkatarët të zënë peshk. Dhe Pietri, i cili ishte një njohës i thellë i peshkimit, domethënë ishte një nga peshkatarët më të vjetër, ishte e vështirë të pranonte që pasi ishte lodhur gjithë natën, nuk ishte zënë gjë dhe në mes të ditës ai do zinte peshk. Dhe kur Jezusi i thot, shkon në të thella dhe i hidhe rjetën në të djathtë, Pietri pasi ankohet për gjën që kishte ndodhur gjithë natën, thot, po mirë, për fjalën tënde po hedh. Kjo ndodh me ty dhe me mua. Lodhemi, edhe pse kemi parë mrekullitë e Perëndisë, edhe pse i kemi përjetuar, siç e përjetoi Pietri, që pa vjerën e vet të ngrihej nga shtrati, thuhet në Bibël, prapë të nesmen tha, unë do iki të zë peshk. Nuk zuri peshk, dhe kur Zoti shkon para tij dhe e dëgjon zërin e Zotit, thot, me një besim të vogël, thot, për fjalën tënde unë po e bëj. Kjo ndodh shpeshherë me ne. Hapim Biblën dhe lexojmë diçka që është në atë situatë ku ne jemi dhe themi, për këtë fjalë që Perëndia po thot në jetën time, unë po hedh jetën, po e hedh hapin për të bërë këtë gjë. Dhe ne shohim që Pietri bie përpara Zotit dhe thot, Zot Perëndi, më fal për mëkatet e mia. Por pastaj çfarë ndodh? Ne shohim një Pietër i cili e ndjek Krishtin apasapi, dhe te Luka 9:20, kur Krishti e pyet Pietrin dhe dishepujt, kush thot bota se jam unë? Dhe Pietri thot, atëherë Pietri duke u përgjigjur tha, Krishti i Perëndisë. Dhe po të lexojmë më pas, Krishti thot që ke thënë të vërtetën, por kjo nuk është nga ty, por është nga Perëndia. Pra Pietri lejoi Perëndin të fliste në jetën e vet, duke shpallur plotësisht se kush ishte Krishti. Ti dhe unë mish nuk mund të shpallësh që Krishti është Perëndi. Por në frym dhe i mbushur me frym, ti dhe unë shpall plotësisht që Krishti është Perëndia. Ky Pietër, ky burr i cili po vinte duke u rritur në Zotin, kështu jemi dhe unë edhe ti. Rritemi në Zotin, por çfarë ndodh? Te Luka 9:32-33, Pietri dhe shokët e tij ishin të këputur nga gjumi, por kur u zgjuan plotësisht, pan lavdinë e tij dhe dy burra që ishin bashkë me të. Dhe ndërsa këta po ndaheshin prej tij, Pietri tha Jezusit, Mësues, për ne është më mirë të rim këtu, le të bëjmë pra 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian. Por ai nuk e dinte ç'thoshte. Tradita e Izraelit ishte që në vendin ku një person takohesh me Perëndin, dhe kemi Mojsiun, kemi Abrahamin, kemi Jakobin, ata ngrinin një tempull, ngrinin një përmendore me gur për t'i dhënë lavdi Perëndis për takimin. Dhe Pietri, i cili kish parë, kish dëgjuar, rikthehet te tradita. Dhe thot, Mësues, thot, ta bëjmë këtë sipas traditës, t'i ngrem çadrat për ty, për Elian dhe për Mojsiun? Kjo ndodh me ty dhe me mua gjithmonë, shpeshherë. Jemi të rrethuar, vin njerëz që thon, pse nuk e vajtur ti te ky vend, nuk e bën ti kryqin, nuk të ndodh kjo gjë, nuk e adhuron Perëndin kështu, ose edhe kur je duke i kërkuar Perëndis, kërkon të bësh diçka sipas atyre riteve të vjetra që ke mësuar. Ky ishte Pietri. Ky
ky jemi ne që shfaqemi her pas here. Po çfarë ndodh tjetër me Pietrin? Pietri ishte gjithmonë pranë Krishtit. Mateu 14:28-31. Pietri duke u përgjigjur tha: Zot, nëse je ti, urdhëro të vij te ti mbi ujëra. Ai tha: eja, dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujëra për të shkuar te Jezusi. Por duke parë erën e fortë, kishte frikë dhe duke filluar të fundosej bërditi duke thënë: O Zot, shpëtom! Dhe Jezusi zjati dorën me njerë, e zuri dhe i tha: O njeri besim pak, se dyshove. Ky është momenti kur Jezusi po ecte në det, varka kishte dalg, dhe Pietri pa Zotin dhe tha: Zot, në qoftë se je ti, urdhëron të vi drejt teje. Ti dhe unë je në situata, je në mes liqenit, je në mes të vorbullës të problemeve, je në mes të vështirësive që të ofron jeta, edhe shikon që Zoti është aty pranë teje, edhe thua: Zot, nëse je ti, urdhërom që unë të vi drejt teje. Zot, nëse je ti afër meje, urdhëroj që unë ta marr këtë gjë, ta marr ashtu siç duhet këtë premtim që ti ke dhënë. Edhe Zoti thot: po eja, sepse është gjithmonë pranë teje, është gjithmonë pranë meje për të dhënë atë që ai ka. Dhe unë e ti nisesh, dhe menjëherë ai problemi ngrihet rrotullnesh. Ajo situatë e vështirë ngrihet rrotullnesh. Dhe menjëherë dyshojmë, menjëherë besimi ynë paket, humbet dhe fillojmë ndjejmë veten duke u zhytur poshtë. Kjo po ndodhte me Pietrin. Por Pietri bërtiti dhe thuhet: Zoti zjati dorën, dhe dora e Zotit është gjithmonë e zgjatur drejt teje dhe meje. Është aty për të ngritur, për të mos lejuar që ti të biesh në atë thellësi të errësirës, në atë humbje që vjen rrotullnesh. Gjoni 13:89. Pietri tha: ti kur nuk do të mi lash këmbët? Jezusi u përgjigj: por nuk të lava, ti nuk do të kesh pjesë në mua. Simon Pietri tha: Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart edhe kokën. Është momenti kur Perëndia ofron para Pietrit, Perëndia ynë Jezu Krisht ofron para Pietrit shërbimin e të larit. Edhe çfarë? Pietri plotësisht i gatshëm ta marrë bekimin e Perëndis. Jo pjesërisht, por më shumë. Por Zoti i tregon se sa mjafton. Tu është një pyetje shumë e shumë interesante për secilin prej nesh. Ndodh gjithmonë në jetën tonë që ne shikojmë një bekim që vjen nga Perëndia dhe menjëherë jemi të gatshëm të themi faleminderit, dhe kur shikojmë që shtohet bekimi, atëherë themi: edhe pak më shumë, edhe pak më shumë. Perëndia ka gjithmonë aq sa ne kemi nevojë. Perëndia jon nuk të lë asnjëherë. Por çfarë ndodh tjetër me Pietrin? Po të vazhdojnë te Gjoni 18, 10-11. Atëherë Simon Pietri, që kishte një shpatë, e nxori i ra shërbëtorit kryepriftit dhe ja preu veshin e djathtë. Por Jezusi tha, vazhdon quhet Malk: fute shpatën tënde në mill, a nuk do ta pi unë kupën që më ka dhënë Ati? Çfarë ndodh? Je duke ndarë me dikë, je duke folur për Zotin, edhe vjen dikush dhe thot: pa qa Krishti, po qa besimi, edhe fillon të thot gjërat negative, dhe ajo natyra jonë e misht kërkon të mbroj Perëndin. Në mënyra tona, Pietri kërkoi ta mbronte Krishtin, duke besuar që shpata e tij, thika e tij, do të largonte ushtarët. Natyra jonë njerëzore shpeshherë kërkon të mbroj besimin në mish. 18:25. Ndërkaq Simon Pietri qëndronte aty e ngroi, i than pra: mos je dhe ti nga dishepujt e tij? Ai e mohoi dhe tha: nuk jam. Nuk e di nëse të ka ndodhur.
kur dikush ka ardhur e ka thënë, ti je nga ata që besojnë te Zoti. Por të ka vënë në një situatë të tillë që e gjetur mes njerëzve, dhe ndoshta nuk e thënë nuk jam si Pietri, por në një farë mënyrë nuk e ke shprehur. Ky është mishi i cili kërkon të mbrohet. Pietri e shfaqi këtë cilësi të tij. Ashtu si pati guximin ta mbronte, në të njëjtën mënyrë, në momentin kur e ndjeu veten të friksuar, e mohoi. Gjoni 21:15. Mbasi kishin ngrënë, Jezusi i tha Simon Pietrit, Simon nga Jona, a më do ti mua më shumë se këta? Jezusi u përgjigj, po Zot, ti e di se unë të dua. Jezusi i tha, kulloti qenjat e mi. Kisha dhe një varg më pare, ishte që Pietri shkon te vari dhe i gjen dhe shikon që ajo që Zoti kishte thënë ishte realizuar, vari ishte bosh dhe ai ndjeti i gëzuar sepse pa mrekullinë e Zotit. Por ajo që dua të them është që janë 3 vargje kur Zoti i tregon Pietrit se çfarë duhet të bëj. Dhe Pietri kthehet në njeriu më të vëmendshëm për të dëgjuar atë që Zoti ka për të. Gjithmonë Zoti ka një fjalë për ty. Gjithmonë Zoti ka diçka që të kërkon që ti dhe unë të bësh në kish, në jetën tënde. Dhe Pietri ishte i vëmendshëm të dëgjonte. Ishte aq i vëmendshëm sa kur u pyet herën e tretë u ndje keq. Tregon Bibla. Por ai dëgjonte me vëmendje atë që Perëndia thoshte. Dhe pika e fundit për Pietrin, Veprat 4:19. Por Pietri dhe Gjoni duke u përgjigjur atyre thanë, gjykoni ju nëse është e drejtë përpara Perëndisë, t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndis. Pietri ka një jetë plot të mbushur me, do të thënë nëse mund të predikosh jo një natë, por disa net duke u marrë me Pietrin. Ky është pozicioni pasi Zoti u ngjall dhe Pietri i cili e mohoi Krishtin përpara shërbëtorit të kryepriftit, tani është para kryepriftit dhe me plot guxim Pietri thot, gjykoni nëse është e drejtë, tu bindemi ju apo asaj që Perëndia thot. Kjo është pyetja. Gjithmonë je i rrethuar duke filluar që nga mishi yt, nga njerëz, të cilët gjithmonë përpiqen të thonë që duhet bësh kështu, duhet bësh ashtu. Por fryma e Perëndisë të drejton për të thënë dhe për të bërë atë që duhet. A je gati të thuar si Pietri këtyre frymave? Çfarë është më e drejtë të dëgjoj? Të dëgjoj ju apo të dëgjojmë Perëndin?